E një gati. Shkojmë. Munëm? Atëherë përshëndetje për gjithë. Ne po sa fundum takimin me zotin Kurti. Ju e dini qëndrimin tam që ka qenë publik, që Partia Demokratike e Kosovës këto zgjedhje ka garu me një program, ka garu me prioritete, cilat kanë bojnë me fushën ekonomisë, me fushën e mirëqenie sociale, të përfshirë rritjen e pagave, pensioneve dhe gjitha pagesave të tjera, me projekte në energji, në infrastrukturë, dhe ky ka qenë projekti ju. Ky ka qenë prioriteti ju, që ne me bë punë, me bë veprime, qysh me permisu këtë vend e qysh me permisu jetën e qytetarëve të Kosovës. Pastaj, për me u zbatu këto prioritete, kemi thonë që Partia Demokratike e Kosovës nuk ka vijat kuqe, është e hapur dhe është e hapur për të biseduar, pa u imponuar, për marrëveshje gjithëpërfshirëse politike të i përfshirë gjitha institucionet. Bazuar në bisedat që kemi pos dhe në diskutimet që kemi pos, normalisht korrekte, qëndrimi i jonë është që Partia Demokratike e Kosovës për këtë mandat është parti në opozit dhe ne i dëshirojmë sukses zotit Kurti dhe gjithë atyne që takohen, bisedojnë, të japin vendit institucione, të i përfshi gjitha institucionet, se përveç Partisë Demokratike të Kosovës, Kuvendin e Republikës Kosovës janë edhe 98 deputet tjerë, kështu që matematikisht ka mundësi me u bë kompletimi i gjitha institucioneve dhe këtu do të thotë është pozita e Partisë Demokratike të Kosovës. Ne do të bashkëpunojmë me gjitha forcat politike mbrana Kuvendit të Republikës Kosovës, do bi dhe në interes të qytetarëve të Kosovës dhe për gjitha ato çështje ku është interesi i Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës ka dëshmu, dhe unë kum qëndru, kum insistu, kum premtu që vota Partisë Demokratike të Kosovës do të jetë vot pro, të përfshi marrëveshje financiare ndërkombëtare dhe marrëveshje tjera që kërkojnë 2/3 e votave edhe që janë në interes të Kosovës. Zotri Hamza, sipas asaj që po thoni, nuk keni arrit marrëveshje me zotin Kurti. Pyetja cila se kësaj shumë që nuk ka marrëveshje me. Ja, ne diskutuam për këto çështje që thash, edhe qëndrimi i jonë si Partia Demokratike e Kosovës është që Partia Demokratike e Kosovës do ta ketë rolin e vet konstruktiv në interes vendit si parti opozitore brenda Kuvendit të Republikës Kosovës. Cilat ishin kërkesat e... Jo. A kishte kërkesa që nuk mundeni me i plotësua apo nuk jemi na pola që neve na bëhen kërkesat. Sepse përgjegjësinë për krijimin e institucioneve e ka partia me numrin më të madh të Kuvendit të Republikës Kosovës. Gjitha parti tjera politike nuk mundën me zgjedh presidentin pa lëvizjen vetëvendosje. Lëvizja vetëvendosje do të me zgjedh partner sipas nevojave dhe kriterieve tyne që mundën me u gjinë interesat e tyne për me dhënë vendet e institucione. Ajo ofroi zoti Kurti, falënderoj. Ajo ofroi zoti Kurti ofertë për koalicion?